Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos hani kastravecë dhe domate në të njëjtën sallatë, arsyeja do ju befasoj. Ekspertët paralajmërojnë se kombinimi i përbërësve që kanë një tretje të shpejtë dhe të ngadaltë nuk është një ide e mirë, por pse? Sepse përbërësi më i lehtë do të përfundojë në zorë vetëm kur i pari të asimilohet plotësisht. Kjo do të rezultojë në fermentimin e ushqimit në stomak, i cili mundet të helmojë të gjithë trupin. Do të çojë në një tretje të ngadaltë dhe fermentim të sheqernave dhe të nisë shtesë dhe nuk do t'ju lejojë të shijoni vaktin tuaj ashtu siç duhet. Edhe një gjë tjetër, procesi i fermentimit mund të shkaktojë gazra, fryrje dhe dhimbje stomaku, si dhe probleme me zorët. Ekspertët paralajmërojnë se kastravecët dhe domatet janë të papajtueshme dhe nuk duhet të hahen kurrë së bashku. Kur këta dy përbërës arrin në stomak dhe fillon procesi i fermentimit, acidi i lëshuar në bark mund të shkaktojë shumë probleme me tretjen. Të hash fruta pas një vakti nuk është padyshim një ide e mirë. Pse? Sepse frutat kërkojnë shumë kohë për të tretur dhe nuk duhet të qëndrojnë kurrë gjatë në stomak. Nëse ju i hani ato pas ngrënies, kjo mundet që të çojë në refluks acidi dhe probleme të tjera të tretjes. Një nga gatimet më të preferuara janë spageti me djathë dhe fatkeqësisht ky kombinim duhet të shmanget. Si funksionon? Spageti është i pasur me nisështe, i cili ka një kotretje të ndryshme nga proteinat, kështu që vonesa do të çojë në fermentim të pashmangshëm dhe probleme të mëtejshme me tretjen. E njëjta gjë vlen edhe për spageti në kombinim me mish. Mish dhe djathë, patjetër që jo. Pse? Sepse duhet të shmangni vendosjen e shumë proteinave në një pjatë, zgjidhni vetëm një lloj proteine për vakt. Domatja është një ndër perimet më të pasura me vlera të larta ushqyese, e cila nuk mungon kurrë në tryezën tonë, pavarësisht periudhës të vitit në të cilën ju e hani. Nëse e konsumoni atë në një formë të papërpunuar, kryesisht ju do të përfitoni shumë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidantë, por domatja ka njëkohësisht edhe anën e saj të errët, e cila shkakton efekte anësore në shëndet. Ja cilat janë efektet negative më të mëdha të saj në qoftë se konsumohet në një masë të madhe. Rënje imuniteti. Elementi kryesor i cili gjendet në domate të freskët të papërpunuar është likopeni, një pigment karotenoid. Është një përbërje kimike e cila supozohet që të mbajë larg shfaqjen e sëmundjeve të këqija të gjirit. Por konsumimi i tepërt i këtij komponenti mundet të ndërhyjë në aktivitetet e rregullta të sistemit tonë nervor dhe imunitar dhe ta ngadalsojë atë. Si rezultat, trupi ynë humbet aftësinë e tij për të mbajtur veten më të sigurt dhe të mbrojtur nga disa sëmundje të zakonshme mikrobiale, bakteriale, fungale dhe virale. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu bëhet i paaft për të riparuar dëmet ekzistuese fizike. Shqetësime gastrointestinale. Domatja është plot me acid dhe konsumi i tepërt i domates shkakton çrregullime të ndryshme gastrointestinale. Sëmundja e refluksit gastroezofageal është një çrregullim i zakonshëm i zorrëve. Kjo sëmundje ngren nivelin e aciditetit në gjak dhe gjithashtu në muret e ezofagut ton. Ai shkakton një ndjesi djegje në të. Acidet nga domatet munden ta bëjnë këtë gjendje më keq dhe madje t'ju japin edhe urdhë. Pra, nëse tashmë jeni diagnostikuar me probleme të tretjes, kufizoni konsumin e domateve menjëherë. Çrregullime të zorrëve. Përmbajtja e likopene në domate mundet që të shfaqë problemet serioze në zorë, të tilla si sindromi i zorrës së irrituar,
Ai karakterizohet nga një dhimbje akute dhe nga një bezdisje e madhe. Përveç kësaj, gjithashtu ju mundet që të përjetoni disa shqetësime të tjera të vogla si gazdra, fryrje barkut e të tjerë. Nëse konsumoni më shumë se 30 mg likopen në ditë, kjo mundet të shkaktojë simptoma të tilla si vjellje, diarre e të tjerë. Gur në veshka. Domatet, sidomos farat e tyre, janë të pasura me kalcium dhe oksalat. Në qoftë se ju vuani nga probleme të vogla në veshka, trupi juaj do ta ketë shumë të vështirë që t'i tresë këto komponent. Në një rast të tillë, konsumi i sasive të mëdha të domates do të jetë i dëmshëm për ju, pasi kalciumi dhe oksalatet do të grumbullohen në veshka dhe gjithashtu do të formojnë gur të vegjël dhe të mëdhenj. Nxit shfaqjen e sëmundjeve të prostatës dhe gjithashtu e përkeqëson gjendjen nëse jeni prekur prej tij. Studimet kanë treguar se likopenët e pranishme në farat e domateve munden që të shkaktojnë anomali në gjendrën e prostatës mashkullore. Ndikimi në sistemin tuaj riprodhues është njëkohësisht i madh dhe kjo mundet që të shkaktojë anomali dhe dhimbje të forta, vështirësi në urinim e të tjerë. Madje mundet që të çojë edhe në sëmundje të rrezikshme të prostatës, shkakton reaksione alergjike. Likopeni tepërt mundet të na japë edhe reaksione alergjike. Disa nga studimet e fundit të alergjisë së likopenit përfshin kruarje, shtrëngime, buzë të fryra, shtrëngim në gjoks krahëror dhe ndjesi djegje në sy e të tjerë. Gjithashtu duhet të keni parasysh se domatja është pikërisht një nga perimet me më shumë vlera ushqyese që mund të konsumojmë, sidomos në stinën e verës kur ajo lulëzon. Njihet për veprimin e saj kundër sëmundjeve të këqija, por njëkohësisht edhe për përfitimet e saj të dobishme, sidomos në çështjet e bukurisë. Megjithatë, edhe nëse shumë njerëz thonë se shumica e lëndëve ushqyese të një fruti ose perimesh gjenden në lëkurën e saj, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet të hahet. Lëkura e domates, për shembull, mund të jetë e hollë, por është ende e patreqme. Ndaj, nëse vuani nga urthi apo edhe dhimbjet e stomakut, do të ishte më mirë që ju t'i hiqni lëkurën domateve për të shmangur çdo shqetësim në stomak dhe gjithashtu të shijoni pa frikë sallatën tuaj. Gjithashtu duhet të dini se domatet mbeten një ndër perimet më të rëndësishme për organizmin. Përveç këtyre efekteve anësore, domatet kanë edhe shumë përfitime të pabesueshme për shëndetin tuaj. Por duhet të dini se domatja ka edhe efektet e saj negative, siç ne i përmendëm deri më tani. Por duhet gjithashtu të bëni kujdes që të mos e teproni me konsumin e saj. Mjafton sipas ekspertëve 1 deri në 2 kokra në ditë dhe rezultatet do të jenë vërtet befasuese duke përfituar të gjitha të mirat e mundshme. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.